Ish-banorja Big Brother VIP Kosova Dolçe ka tërhequr vëmendjen e publikut me një reagim të drejtpërdrejtë dhe pa filtra në rrjetet sociale. Ajo nuk hezitoi të jap një përgjigje të prerë kur u pyet nga djegësit për raportin që ka aktualisht me dy ish-banorët e tjerë, Edin dhe Limin. Gjatë një bisede virtuale me fancat, njëri prej tyre e pyeti nëse vazhdon të mbajë kontakte me Edin dhe Limin, me të cilët patën dhe një afrimitet dhe një lidhje të shkurtër gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Kosovë. Për Dolçe tha diçka që e cila konsiderohet djegëse. Përgjigjja e saj ishte menjëhershme dhe domethënëse të njëjtin gabim nuk e bëj kur dy herë, u shpreh ajo, duke lënë të kuptohet qartë se ato marrëdhënie i konsideron tashmë si pjesë të së kaluarës dhe si një mësim nga i cili ka nxjerrë përfundimet e saj. Me këtë deklaratë ajo jo vetëm që konfirmoi distancimin nga dy ish-banorët, por edhe theksoi se nuk ka ndërmend të rikthehet në situata që nuk i kanë sjellë diçka pozitive. Ajo shtoi edhe një koment ironik që u interpretua si një thumbje drejtpërdrejtë ndaj djemve, me meshkuj që merren me llafe, larg prej meje le të themi, shkroi ajo, duke e shoqëruar me një emoji duke qeshur.